Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka folur mbi rëndësinë e një mbështetjeje të qëndrueshme dhe të zgjeruar për Ukrainën, duke paralajmëruar se vetëm premtime diplomatike nuk do të mjaftojnë për të përfunduar luftën midis Moskës dhe Kievit, e cila shënon 4 vite qysh prej fillimit të saj. Gjatë një ceremonie përkujtimore në selinë e NATO-s në Bruksel, Rutte tha se aleanca u mblodh për të shënuar një tjetër përvjetor të tmerrshëm, të asaj që ai e përshkroi si 4 vjet lufte të pamëshirshme, duke nderuar viktimat dhe duke u bërë apel për mbështetje të vazhdueshme për ata që po vuajnë. Ai ripërsëriti se NATO qëndron me Ukrainën që nga fillimi i luftës dhe do të vazhdojë të sigurojë mbështetje në përballje me sfidat e vazhdueshme, duke nënvizuar se ndihma ushtarake, financiare dhe humanitare është jetike për mbrojtjen e vendit dhe për ruajtjen e vijës së fondit. Është thelbësore që Ukraina të marrë ndihmën që i nevojitet. Ukraina ka nevojë për më shumë, sepse një premtim ndihme nuk e ndal luftën. Ukraina ka nevojë për armë sot dhe çdo ditë, derisa të ndalet gjakderdhja, tha Rutte, duke theksuar urgjencën e furnizimeve dhe mbështetjes së vazhdueshme. Megjithse Rusia vazhdon të posturohet përpara komunitetit ndërkombëtar, Rutte theksoi se Moska nuk ka arritur objektivat e saj ushtarake dhe theksoi se Kremlini duhet të tregojë seriozitet në ndjekjen e një paqe të qëndrueshme. Siguria e ukrainasve është siguria jon. Nuk mund të ketë paqe të vërtet në Evropë pa paqe të vërtet në Ukrainë, shtoi ai, duke bërë thirrje për unitet ndërkombëtar dhe përgjegjësi të përbashkët. Rutte gjithashtu vuri në dukje rëndësinë e forcave të armatosura ukrainase dhe garancive nga partnerët strategjik, përfshirë Evropën, Kanadan dhe SBA-n, mbas përfundimit të luftës, për të garantuar që çdo paqe e ardhshme të jetë e qëndrueshme dhe respektuar. Sipas tij, këto garanci do të siguronin stabilitetin e nevojshëm për rindërtimin e Ukrainës dhe prosperitetin e saj afatgjatë, duke i dhënë fund pasigurisë që ka karakterizuar rajonin në vitet e fundit dhe për të forcuar themelet për një ardhmë të paqes në Evropë.